Lideri i partisë së ekstremit të djathtë Agimi Ardh do të paraqesë gjatë së mërkurës mbrojtjen e tij kundër akuzave për organizimin e një grupi kriminal. Nikos Mihailoliakos është një nga 6 deputetët e arrestuar gjatë fundjavës në një operacion policor kundër partisë Agimi Ardh. 4 deputetët e kanë bërë tashmë paraqitjen paraprake gjyqësore. Në total, 22 persona janë arrestuar për vrasjes së këngëtarit Pavlos Fisas në 18 shtator. Fushata urdhër arrestimeve në radhët e Agimit të Ardh në Greqi ka prekur edhe shqiptare Nikol Beneki, e cila drejtonte organizatën e grave në këtë parti. Ndërkohë në pranga është vënë edhe një 17 vjeçar, i cili rekrutonte anëtar të rinj për partinë neonaziste. Ky zhvillim i ri ndodh në momentin më kulmor të një hetimi ligjor që ka filluar në Greqi me kërkesë të qeverisë për akte të dhunshme kriminale nga kjo parti. Ndërkohë hetuesit kanë deklaruar një ditë më parë se të gjithë anëtarët dhe krerët e Agimit të Ardh janë të përfshirë me veprime direkte dhe me dijenin e tyre në vrasjen e këngëtarit Pavlos Fisas. Sipas tyre mbi 100 telefonata janë kryer, kur krerët e Agimit të Ardh informonin njëri tjetrin nga poshtë lart, sipas hierarkisë së parashikuar në statutin e partisë.